Përshëndetje. Përshëndetje. Quhem Albano Bogdo dhe kam ardhur për audicionin e filmit. Kam përgatitur një monolog. A mund të filloj? Fillo. Faleminderit. Mund ta përdor këtë karike? Po sigurisht, po. Më fal, mos më ndërpresh. Është pjesa e monologut, është fjalia e parë e monologut. A mund ta përdor këtë karike? Nuk të pyet aty. Kto, të filloj edhe një herë? Fillo me një nga fillimi. Okej. A mund ta përdor këtë kariken? Mund ta përdor këtë kariken? Po, përdor. Mos të lutem, mos më ndërpresh, pjesa e monologut. Është e gjitha pjesa e monologut, mos më ndërpresh, të lutem. Okej. Edhe një nga fillimi, Pra pak nxemi. Mund ta përdor këtë kariken? Mund ta përdor pak kariken? Marr burr sinqerisht po them, s'është pjesë e monologut, mund ta përdor pak kariken? Jashtë monologut, ta përdor pak. Po më merr. Po mos më ndërpret, të lutem, se është pjesë e monologut, është pjesë. Ka stile po ma bëni. A është i ndershëm për konkurrencë apo jo? A është monolog i ndershëm për audicion i ndershëm për të gjithë? Pse ma ndërprisni më ndërpret 6 herë? A ta filloj dhe njërë nga fillimi? Filloj më del. A mund ta përdor pak të kariken? A mund ta përdor pak të kariken? Ta përdor pak apo jo? Sinqerisht, nuk është pjesë e monologut, sinqerisht, jashtë monologut, mund ta përdor pak kariken? Okej, shiko, më vdek vllai, sinqerisht, është jashtë monologut kjo. Sinqerisht, më vdek vllai vet. Mund ta përdor pak kariken? Po mos më ndërprej! Mos më ndërprej! Mos më ndërprej mor burr! Pse ma ishte monologun më dha? Vetë thua më djalë. Është pjesë e monologut dhe betimi dhe të gjitha. Mos flasim fare. Fare! Okej, filloj. Ta filloj dhe njërë, të lutem më, si ku ma bëni kastile më. Filloj nga fillimi. A mund ta përdor pak të kariken, i lutem? A mund ta përdor pak të kariken? Sinqerisht, jashtë monologut, jashtë numrit, a mund ta përdor pak të kariken? Jo, e shofi s'po mbesoni. Ju betohem, për kokë të vllajt të vetëm është jashtë monologut kam. A mund ta përdor pak kariken, jashtë monologut? Mbarova, kaq ishte. Si u duk? Mos më ndërprej, mos më ndërprej, mos më ndërprej! Pse më ndërprej, mor buri dhe? Është pjesë e monologut! Fuck! Djali, na thuaj edhe një herë atë? Fuck! Mua personalisht më pëlqen shumë, ke shumë talent dhe realisht na pëlqen vërtet dhe mendoj që je shumë i përshtatshëm për këtë rol, apo jo koleg? Dhe do të kishim shumë dëshirë që ne të kishim pjesë e këtij stafi. Gjithsesi do të lajmërojmë. Do mjaftoni ju? Okej, shumë faleminderit. Natë mirë.